Temi maj madhë këto është i zotit Kurti që nuk mundet me qeverisë bashkë me dikën tjetër. Ai donë veç vetë. Po s'mondet veç vetë. Sepse ai e din që partnerin e koalicionit nuk mundet me e kontrollu. S'mundet me e kontrollu. Kjo nuk kanë mujt as të tjerët, domethënë ministrat e tjerë me i kontrollu në çat formë që ai kontrollon vetit. Domethënë kur i ka të partisë së tij, sepse na e dim forcën e liderit. Edhe mos e abstrahoj Kurtin në këtë rast nga forca e tij në partinë brenda që e ka. Ai vendos. Mos me vendos ai sot Albina Haxhiu dosh me moti me hec. Domethënë, në kuptimin me hec po flas mos me qenë kandidate për kryetare kuvendi, kur ajo për 11 herë nuk arrin me i marr votat. Ti bosh hor vetë bre, apo nuk kjo s'ka kuptim. E tash, ai nuk është i sinqert as në koalicion, rast kërkesat për koalicion s'është i sinqert. Nuk është, sepse nuk dënë me qeverisë. Na e dim çka ka bo në 2020-ën. Pa asnjë arsye e shkarkon një ministër, tu e di që pikërisht ai ministër e rrëzon koalicionin qeveritar. Sepse ai ministri me bo kalkulime politike. Jo, mos ai s'ka bo. Ai s'ka bo, ka bo kryeministri. E ka lshu komunën ardhë bun. Jo se bëjke ajgore. E ka lshu komunën e po tjetër ardhë bun ministër. Ma të luta së shumë në e shumë shamë. Mo mos bëj ajgore se e ka lshu ministrin, u bo kandidat për kryetar komune, u kthya pet ministër. Jo, rosh, po rregull, po. Së kjo po. Komunja kanë votuar. Po volëm hakikat. Na ty bëmë në ume dhe na me full hakikat. Valoj, na po folëm, se one... Pekure na ardhë... As një partisë, one së marë pare, as du, ande, as me folë, po du me folë. Jo, po dojna se mëstoj një ati për një mën, po folëm, ato që ajën konë senet reale. Jeton në qofë se na len, na lutëm. edhe thojmë na i sen, që nuk na len, na të ngojmë t'i krye. Ja, të lutëm. 51 dit ka thonë fushat, e kemi zgatë me ta koalicionin, pasha besën ka thonë, 5 orë nuk e zgati. Për zotin bile, që Po, të tresh ka bo bëjnë zot. 5 orë, tha, nuk e zgati, me ta. Ka lyp referendum, 500.000 si ka marë, si ka kalu referendumi. Populli ka thonë me qeveris jo bashk. Kur thonë bashk, krejt bashk, me ato pakicat e cilat kanë të drejt kushtetuese për me konë hisedar në këtë qeveri. Ideja është, unë nuk e kuptaj një gjo kur kthehnin ko edhe thoni këta i kanë shtinë punë. Unë për shembull në asnjë moment nuk jam i palumtur në qoftë se vetë vendosja e ka shti dikon në punë. Jem shumë i lumtur. Ata aktivist, na nuk duhet ta bëjmë sy mbyllur. Ata aktivistë që kanë punu për këtë të vite, ata kanë vrapu për me zoni pozicion, sepse organizimi partijak është grup shoqëror që funksionon në atë mënyrë. Jo thatë ma herë që i kanë shti këta në punë e kanë da kulaçin. Shumë mirë që i kanë shti. Unë hollën e kam për ata që janë nikë sot për Kosovës janë këto që nuk kanë mërim i shti në punë. Sepse i shtin vetë vendosja në punë, në jam shumë i lumtur. Vesh do të shtin. Problemi është që nuk është ka shtin. Kjo halli jem të pjesa jetonit që tha ma herët ata i kanë shtim punë. Ata të cilët nuk janë ma, mos të ripërsëritëm e kanë bo këtë shtetë, me të mirat e me të këshijat. LDK-ja është duke u gjahtu nga Zoti Kurti. LDK-ja nuk do të bije në grackën e Zotit Kurti. Pse vendosje dën ka shumë LDK në koalicion? Ta tregoj. Dënë me gjatu LDK-n sepse potencialin e sheh në LDK me marrë dhe pak diçka nga ta që në qofë se potencialisht shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, më thonë, mi ju thonë që unë këta i luta, këta nuk erdhen, a peshin një kush jenë këta. Më thonë, kjo e ka synim me dëmtu LDK-n, se PDK-n, shaj nuk jalen. Pse nuk piqën letër PDK-s? I dërgoj letër për me diskutu. Po, si i dërgoj letër i shkoj? Po. Do të dërgon letër për koalicion. Nesër e bën koalicioner. Po PDK-ja e shym, që atë halë e ka, e den. Se me PDK-n djegësh. E LDK-n e ka gjithë vërtet një parti institucionaliste, është e vërtet, sepse kanë
kanë trashëgimi si parti. Nuk po thëmë që PDK-ja s'ka trashëgimi, në asnjë moment. Po PDK-ja janë tunit e të konopit, këta funksionojnë pak më ndryshe. Ideja këtë së e punës është, si LDK-ja, si PDK-ja, gjatë gjithë fushatës kanë thonë që kë njeri është e keqja e venit. E kemi dëgju krejt. Qysh do me bo koalicion me të keqen e venit? A bën mu më kallëzu, mas nesër, qofë se ti shkon edhe në nshkruan koalicionin. Më ke rejt, për një mujt ditë më ke rejt, pse për bëj tash, për bëj për interes shoqëror, për cilin interes? Fokusohu. A je ti qaj që na ke thonë para datës në shkurt që kë njeri është e keqja venit, kë njeri ka sjell venit sanksione, veç na dhe Bielorusia janë në sanksione, kë njeri e ka stopu se cilën marrëdhënie ndërkombëtare që na kemi, na kanë jek për defenderit, na kanë jek prej aty, na kanë jek, domethënë na kena me zorçore, po bazona në ato që ti ke thonë, si lider opozitor, si Lumiri, si Memli, dhe tash po donë me shku me qatë keqet vendit me qeveris, më falë, unë që ka kërkoj për PDK-s dhe LDK-s dhe AK-s, mos mu bo penges e themelimit të institucioneve. Me shku në kuvend, me kry detyrat të cilat ju përkasin, por qeverin dhe kuvendin ki me konstitu ti zotëri se ti e shumica. More me Serb, more me pjesën tjetër pakica jo serbe, ti e ki sepse kushtetuta edhe vendimi i gjykatës kushtetuese ty thët e ki obligim me nxerr kryetarin e kuvendit. Qysh e nxerr o çështje jotja. Amo na nuk do të kthehemi në kohë edhe me i bajtu apo të kujtohet qysh ne pa të boti. Po ka shku ajo. Po se në qofë se tani shkojna edhe pak ma fell para të 99-ës, jena ka halo ma keq. Apo të kujtohet kur janë kanë këto forcat okupatore. Tani mujna me shku dhe në 45-ën. Tani mujna me shku dhe të parandoria Osmane. Ideja është që dohet me pa përpara, cila o përpara, të kryojna një kulturë të reje politike. I ki fitu zgjedhjet, ornak kush s'po të pengon. As po të gjunë gaz lëtsjelë në s'kuvend. As nuk po të pengon. Po vjen, po ullet, për kryjnë detyren kushtetuse. Kam ri. Kjo shumicë parlamentare që është aktualisht, me thonë që në qofë se ti votën kondër Alborina Haxhiut, është antikushtetuese. A keni dëgjuar e kon? A keni po? Janë 3 format votime që i ka përcaktuar kushtetuta këtij vendit. Pro, kundër, abstenim. Ja, ti dohet me votu veç pro. Kështu që dohet mi lanë, mos mi pengu. Argat ty nësë du të mjë bo, në asë një moment, edhe me kushtin, në qofë se binë në 5%. Ma mirë është qiri i fikt se i flisht, me ta fliqesh,